Marrëmendja e familjarëve brenda, Deda, kush e ka nis, kush e ka bitis nuk ka rëndësi fare. Për mendimin tim personal është diçka shumë e pisët, le të themi, sepse s'ka rëndësi, këta i kanë përmendur gjithë familjarët këtu. Çfarë shohim këtu i kanë përmendur gjithë, nga pak nga dikush më pak, dikush më shumë, ama janë përmendur familjarë, janë futur, jo vllai, jo motra, jo nona, jo baba, jo tjetër, Ka drejt Juli. Pavarësisht a janë përfshija ata jashtë. I ka filluar nga brenda historia. Dhe kjo gjë duhet të ndalohet menjëherë. Flas në Big Brother atë arshëm, kushdo që të futet brenda familjarët do të rinë jashtë. Thjesht ta shijojnë atë Big Brother. S'kan punë familjarët brenda. Zero. Nuk është kaq e thjeshtë Juli. A ka të drejt Juli? Po themi flas në lojë, Mirin. A ka të drejt Pat fort Mirin. Se po të mos e kishte pat Juli që thot Mateo do ta nëse fiton do ta ndaj çmim me Brikenën se e kanë bërë lojën e ka bërë lojën me Brikenën, pra duke goditur Brikenën dhe duke e bërë për vete arriti në finale, pra nuk u rrizi në Brikenën. Madje unë E mendoni si Juli? Mateo transferuar nga jashtë. Arjan, jam shumë dakord. Te raporti i Brikenës me Mateo nuk ka histori të ndryshme, e Ka pas më kuriozitet. E kuptova, ama te raporti i Brikenës me Juli Mateo është pro Selimbo, Arjani është pro Briteo. Nga Mateo, se ajo gjithkohë s'ki ndjenja, s'kam ndjenja, s'ki ashtu Ti me këja. Vetëm javën e fundit Briteo po apo përmend Brikenën. Selimbo? Ama Mateo po. Dhe prandaj Mateo është sot në finale dhe si e ti. Tani. Nuk e vëj diskutim këtë gjë, po ti the, nëse fiton çmimin duhet ta ndaj me Brikenën se Brikena e ka çon finale. Brikena nuk e ka çon finale. Ai ka çu vetëm finale me sjelljen me duart që ka treguar vet. Brikena, të lutem, më dëgjon mirë çfarë them, se sapo ke dal nga Bigu dhe nuk dëgjon mirë. Nuk thashë ke çu ti në finale. Ama një lloj si thosh brumi ka qenë Kush ka të drejt? Apo jo. Nuk ka qenë Brikena pa diskutuar. apo Juli? Me atë kulturë që ne jemi formu brenda familjes. Dhe Miri dhe Mateo, si e ke parë në këtë lojë, Milaim? Miri, pak qetësi në studio, ju lutem. Bigun e kam po vetëm ty s'kam po. Patjetër, nuk ka problem. Vetëm duket që se ke parë sepse i dashur. Patjetër. Vetëm ty s'kam po. Se Selin, Brikenën e kam po. e morën veçi për Brikenën, 2 avokat këtu për Brikenën. Puna është që Selin është shpallur Rogerta 2, do me thënë është shpallur personi që ka ofenduar më shumë. Kështu që nuk keni fare rrjedh Kush ka të logjike drejt, për Milaimi atë apo që e tha. di, thoj Milaim ta unë Gjithsesi sa këto të presione Më ka vllai në finale, Casey, si ndihesh? Mano sa e bukur është gjatë Kesi, nuk e di, sa e Si bukur do është. ta fitoj Mateo këtë Big Të Brother? ka kamë të imi vjetër, zbulova që Kesi më Unë jam shumë e ndishte. lumtur fillimisht që Dhe një muaj pas që të më Tani mbyllë realizova të më që janë dy mbyllnin. punatat në një studio. Po thoja, faqara dhe dua. po ne u takuam sot edhe Edhe po siç thoja, kam kur e thënë bëra ke sfida follow, mos mu reagimit, mbyll Brikena është shumë e bukur dhe vllai nuk ka bën kurrë në sa e shijet e bukur veta. është.